pa asnjë dyshim, Allahu i madhruar fal çdo mëkat. Dhe me këtë dhe për këtë ka shumë ajete. Për shembull ajeti Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. O ju njerëz, o ju robët e mi që keni tepru me gjunahe. Dhe këto. S'kan lënë sen pa ba. La taqnatu min rahmetillah. Mos të dëshpërni për rahmetit të Zotit. Subhanallah, sigur se Allah për drejtohet disa njerëz të cilët thojnë një për mu, s'ka rrugdale pse? Pa kam bo këte për mu, be gjehne. Kush për të thëtë? Për të thëtë drejqë. Drejqë për të thëtë që është. I cili insistan me të mojë ty në qëtë nivel, qëtë rang, qëtë bindje, në ashtë të zadeka e të hadrejqë ta mund të hanë që atër tani. Qështë insistan kë? Për ndryshe, Allahu për thëtë, la taqnatu min rahmetillah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahu i fal të gjitha gjërat, të gjitha. Ai është el-Ghafur, fal shumë. Ar-Rahim mëshiron shumë. Dhe ka thënë Allahu Azza wa Jalla suratul Furqan. Walladhina la yad'una ma Allahi ilahan akhar. Dhata të cilët nuk i bojnë Zotit shirk. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq. Dhe nuk vrajnë, nuk mbysin njeri pa hak. Wala yaznun, dhe nuk bëjnë zina. Nuk bëjnë shirk, apo kufër, është e njëjta. Nuk vrasin, nuk bëjnë zina. Këto janë trimkatet më të mëdha. Shirku, vrasja, zinaja. Nëse dojnë me rendit, cilat janë gjënaat më të mëdha në tokë të Zotit që mund të bëjë robi, janë me këtë ajet koranor. Kështu ka thënë Imam Mahmedi, kështu e gjekin koment ajeteve koranore, dhe kështu vërtetë hadithi Abdullah ibn Mas'udit, radiallahu anhu. Që kur pejgamberi ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me madh për shpejtoj, ka thonë është ente gjali Allahi nidden wa huwa khalaqak, me bëj Zotit shirk. E pastaj ka thonë me kut mahjar e Rasulullah, ka thonë se Rasulullah ka thonë an taqtul waladaka makhafatan an yat'ama ma'ak, me myt e vladin tën nga frika që po të hanë kafshatën e bukës, pra vrasja. Pastaj tha se Rasulullah ka thonë an tazni bi halilit jarik, me bëj zina me gruan e këshisë. E zinaja, pra shirku, vrasja, zinaja. Me hadith të me jetë koranor, suratul Furqan, ata të cilët nuk bëjnë shirk, kufër, ata të cilët nuk vrasin, dhe ata të cilët nuk bëjnë zina. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Ata për ata ka dënim të ranë, të dhimshëm. Mirë, cik dënime në ranë që kanë. Tani, në vazhdim, për ashtë të thëtë, për pas, pra në parim, e kanë këtë gjëna, jenë gjehnem, Allahu në ruajt, ja, Rabbil Alamin. Shirku, barazë me gjehnem, vrasja, drejt gjehnem, zinaja, drejt gjehnem. E pas të thëtë, illa men të hapë, për pas aty në që janë pënduar. Dhe kanë pënu punë të mira. Pra është pëndu me pëndim të sinqert dhe ka pënu punë të mira që e kundërshtojnë që dhe për të keqë që ka për. Aty në Zoti u afal dhe të këqijat u ashëndrën në të mira, gjënaat në sevabe. Kjo ajet është për ajeteve, këto dy ajete që seken për ajeteve më shpresë dhamëse të karopi. Abdullah ibn ka thonë është ajete më shpresë dhënës, cilëtep më shumë të shpresë të Zoti është Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Thuajt ja Rabbet mi o Muhammed, thuajt ja Rabbet mi o Rabb të Zotit. Mos e hapni shpresat e madhe Allah. Mos e hapni shpresë. Pra,
I ke bë 70 vjetë, i ke bë 80 vjetë, i ke bë 90 vjetë, oj, shkret në ashtani ditë kam jetë. Këthov të Zotë, thjo Zotë jam, po pëndohem të ti. Po pëndohem, i bi pishmani, po distancohem, edhe me vepër, tash e me vepër së në bënë mu haram, së në bënë zina plaku 90 vjetë, ose ku ta diju në vrasje, se zëllume tjera që i ka ba, por po distancona edhe me bindje, e me fiqir, e me mendje, e me zemër, e me krejtë Zotë jam, po edhe me goj. Falë më Zotë jam, ti më dënu më nësh më dënan këtë dynja, më në më dënan varë, më në më dënan këtë dalë para teje. Ama rahmetit është i madhë Zotë jam, ti na ke të regu në Koran, se rahmetit është më i madhë se sa gjënahet e mija. Dhe ka në hadith Bukhariut, ka pejgamberi se Allah Azza wa Jall ka thonë, inë rahmeti sabaqat ghadabi. Rahmeti im është para hidhërimit. Rahmeti Allahut është më i madhë se sa hidhërimi tina. Më shumë Allah më shiran se sa që të dënan. Të bareke wa ta'ala. Pra Zëtë rahmetin e kitë madhë, më shiran. Andaj për neve kërkohet veç me u pëndu të Zotë. Kaqë. S'ka gjëna që nuk e fali madhë Zotë. Sa do njëri me qenë kriminal. E subhanallah me shku për shambull sore Taha. Se se Allah Azza wa Jall kërë dërgën Musaun dhe Harun të Firauni, të kush të kriminali më i madhë që egzistoj. Nuk latë zezë pa ba, nga shirku, kufri, deri të ka të tjera pa kufe, deri të gjenocidi. Thuhet 70.000 fëmi të pasalindur i kanë vrarë ushtarët policia e tina pej Izraelitëve, foshnët pasalindura, nga frika se mos pëlind një djalë në dorën të cilit do të bije, do të shkatërrohet për shteti i tij, sepse kështu i kishte pa kënë ëndër, e thuhet që tërkush e ka pa ëndër edhe ka përcjell këtina, tani kjo i ka pyetë ata komentatorë të ëndrave, astrologët që janë ata e ka pyetur, ka konsultu, edhe i kanë thonë se në dorën e bënë Israelve, për tyne ata ishën sklavë të kë, ka me linë një fëmi dhe pejtina për shtetët, shkaj, pa më në nënë ka derën, a i mytë 70.000, i mytë, po ka derës mujti me nënë, dhe Zotë i bënë Musaun sebeb dhe shkatëraj Allah Azza wa Jall atë kriminal. Ta që ati kriminal, me gjithë krime që i ka bo, Allah Azza wa Jall kërë ardhërën Musaun, i silë faktet shumëta, dhe tira i thëtë se, Allahu falë, o Firaun, falë Zotë i shumë. S'kam ka që nuk e falë Zotë. Pra ti Firaun ju magjistare, ju të tjere, ju krejt të cilet i këni bojnë qartë, i këni dalë karshit madhe të Allah, s'këni lamë katë pa ba. Pëndohën të Zotë, o ju njerës, se dera e pëndimit është qelë deri, vjen kërham me vdekje se në fëtë, ose deri sa të lindjeli nga përëndimi. Ta është mëshyrë të ajete, hadithe, në përgjithësi këtë islam, sa sa më shërën Zotë kriminelin, asë një kriminal në dynjat nuk e kesh humbë shpresën nga fali Allahut Azza wa Jall, me disa më shërë shumë Zotë. Sa shumë gëzohet, sa shumë falë i madhe i Allah, sa e madhe është dera e pendimit për krejt ata të cilët duan të tërkasin e derë dhe të futë brenda te. Subhanallah, elhamdulillah, për madhnin e tina, për rahmetin e tina.